Sot do të përgatis një gjellë me turli me gjithë operimet që kemi këtu, me bamjet të cilat dominojnë më shumë. Gjithashtu kemi dhe 3 patlıcan të tillë, kemi 3 speca që janë të treja ngjyrat, jeshilja, e kuqja dhe kjo e verdha, se ka tul dhe është shumë e mirë, e shishme. Gjithashtu kemi domate, ne kemi 2 kokra të tilla, unë kam marrë dhe këto të voglat se janë të ëmbla, por mund kemi 3 kokra të plota të tilla, bëhet shumë e shishme gjella. Gjithashtu një karot dhe bamjet, gati 700 gram, 800 gram bamje. Na duhen 2 kokra qep mesatare, të cilat i kam prerë në mënyrë të çfarëdoshme, jo shumë të vogla dhe as të mëdha. Gjithashtu kripa dhe piper i zi, po të kemi dhe piper të kuq, mund ta shtojmë. Na duhet gjithashtu mishi, mund të përdorim çfarëdo lloj mishi të duam. Unë këtu kam mishkeci, i kam dhënë një skuqje të lehtë në 6 lugë vaj, sepse do pak vaj që të bëhet e shishme. Unë do t'i pres bamjet në këtë mënyrë dhe ja e kemi një këtu që e kam treguar, pasi kam larë mirë, e kam prerë këtu të ketë maj. Nuk duhet që ta presim bamjen në këtë mënyrë të drejtë, sepse i del lëngu, xheli që kanë në brendësi të tyre. Do ta presim gjithmonë në formë konike, që të ketë këtë majën këtu. Gjithashtu specat mund t'i presim në këtë mënyrë. I presim njërë në mes dhe pastaj i bëjmë në këtë formë, paksa të mëdhaja. Gjithashtu edhe patlıxhanin do ta presim në këtë mënyrë. Të jenë në pjesë të mëdha. Karotën mund ta presim, po t'jetë e madhe, e trash, do ta presim edhe një herë tjetër dhe e ndajmë edhe këtë në copë të mëdha. Nuk duhet t'jenë edhe shumë të vogla. Qepën po gjithashtu e tham, kurse domatet mund t'i grim ose në copë të vogla ose do t'i grim në rende. Pasi kemi dhënë një skuqje të lehtë, jo shumë, por të lehtë mishi, këtu vendosim edhe qepën dhe vazhdojmë i ka urdisim edhe për 4-5 minuta bashkë të gjitha. Pasi i kemi skuqur dhe qepët për 4-5 minuta, do të shtojmë edhe domatet. Domatet duhet të jenë shumë të ëmbla që t'i japin një shije të mirë gjellës. Dhe këto tani do t'i lëmë edhe për 3-4 minuta duke u ka urdisur të gjitha së bashku. Pasi kemi përzier edhe domatet për 4 minuta, për 5 minuta, nuk është e thënë që ta largojnë të gjithë lëngun e tyre ato. E rëndësishme është që t'i ka urdisim disa herë që të marrin një shije të mirë. Në këtë moment ne do të shtojmë të gjitha perimet të cilat i kemi prerë në këtë mënyrë, në pjesë pak të mëdha. Do t'i vendosim të gjitha në tenxhere, do t'i përziejmë mirë. Këtu do të shtojmë edhe kripën dhe piperin. Do të na duhet i përziejmë mirë tani, sepse pastaj gjatë zjerjes nuk duhen prekur me lugën e drurit këto perime, sepse u prishet forma e tyre, nuk t'ja vlen që t'i përziejmë më vonë. Prandaj tani që janë të forta, i përziejmë mirë që të marrin shijen e qepëve dhe domateve. Dhe pasi ne i kemi përzier të gjitha mirë, do t'i shtojmë edhe një, që ka një e pa prerë. Në këtë mënyrë do t'i shtojmë edhe një gotë të tillë, një gotë uji, jo më shumë se një gotë, dhe në një temperaturë të ulët, sepse duan temperaturë të ulët, nuk e duan temperaturën tepër të lartë, do t'i lëmë që të zjejnë, të vazhdoj zjerja e tyre në temperaturë të ulët për 25-30 minuta, po njëkohësisht këtu në fundin e tenxherës gjithmonë do ta shohim, sepse mos na avullon uji dhe na digjet gjella. Prandaj duhet ta zjejmë në temperaturë të ulët. Dhe e kemi përfunduar gjellën pasi e ka zjerë për 30 minuta dhe e kemi gati, e kemi vendosur dhe për ta serviru në pjatë.